Ajo mbyt në burg dhe sot e kësaj dite nuk ka as të akuzuar, as të gjykuar, e lëre më të dënuar për rastin e tij. Edhe njëherë i bëjmë thirrje sistemit të drejtësisë që të bëj shumë më tepër, të angazhohet edhe çfarë nuk është angazhuar deri më tash, sepse kjo padrejtësi, ky krim është një plagë e hapur jo vetëm për familjen Dehari dhe lëvizjen vetëvendosje, por për mbar popullin e Kosovës dhe Republikën tonë. Ne punën e prokurorisë edhe të sistemit të drejtësisë nuk mund ta bëjmë. Këto janë shtylla të ndara të pushtetit. Ne shprehim gatishmërinë, vullnetin dhe interesin ton për drejtësinë dhe për të vërtetën. Ka shumë mundësi që në këtë rast duhet të hetohet edhe procesi i hetimit që është zhvilluar në fillet e tij. Meqense kur diçka nis mrapsht, atëherë bëhet dyfish më vështirë që të bëhet mbar. Ne kemi gatishmërinë edhe interesimin, por si kryeministër Republike, unë, aktivistët tonë, ministrat tonë, deputetët tonë, nuk mund bëhen edhe prokurorë e gjykatës.